dhe zotit Kurti, i cili nuk tha që po më nevojitet kohë dhe 24 orë, a i tha derisa të arrijet një marrëveshje dhe kjo mund të nënkuptoj edhe shumë më shumë kohë, si e patjo këtë, dhe si mund zgjidhet kjo ngërç realisht? Eraldin me u përgjigj qysh zgjidhet një ngërç në politikën kosovare është pyetje shumë e vështirë sepse as gjykata kushtetuese me disa vendime nuk ka arrit as me vendos standarde edhe për këtë pikërisht për këtë dimension që e shtrove pyetjen. Ndoshta edhe kjo nuk është shoqëruar mirë me pasoja, mbase nuk do të diskutonim një gjë të tillë, por ajo çka sot zoti Kurti bëri, ashtu siç e thati, që nuk ju referu një 24 orëshe ose një dite ekstra të nga fati para parë në vendimin e kushtetuesës, gjë që do të nënkuptonte që sonte dhe në mëngjes mbas nesër do të vazhdonin negociatat me tashmë pothuajse partnerin e tyre LDK-n, partnerin e tyre në negociata. Unë të paktën ashtu e pash ishte më shumë një presion i zotit Kurti Karshi LDK-s për të mos lëvizur nga pozicioni i tij dhe i lëvizjes vetëvendosje që pozitën e presidentit për mos ua japin LDK-s, por në anën tjetër atë që edhe publikisht tashmë është nga këtyre dy partive që i është ofruar pozita e kryetarit të kuvendit. Kështu që e përmend edhe të në hyrje që mbase nuk do të ishte një çështje problematike nëse edhe sa do të zgjidhej dikush i vetëvendosjes dhe mbase kur do të arrihej marrëveshja politike mes këtyre dy partive do të mund të bëjë ndrimi siç ka ndodhur në të kaluaren me zonjën Vjosa Osmani dhe zotrin Glauk Konjufca, por besoj që ishte një lloj presioni Karshi LDK-s. Unë besoj që Kurti po e shën LDK-n si edhe partner negociues pak më të brisht se sa do të ishte një, ndoshta kjo edhe për shkak të fuqisë politike dhe për shkak gjë që edhe u përmend sot në kuvend, nëse zgaboj edhe në fjalën para mediave të zotit Kurti, edhe ndarja edhe brishtësia brenda LDK-s e sheh si partner që mundet me i bë ma lehtë presion. Po t'ishte ai tha që nuk janë problemet e brendshme i përmendit LDK sot. Po, që e kam pru deri në këtë pikë, ose i kanë shkaktu këto vonesa, sepse e kam vënu procesin e negocimit. Tash, ideja unë nuk e di çka ka problematike të dy partit, edhe zoti Abdigjiku, edhe zoti Kurti, kanë dhënë sinjale pozitive dhe kanë thonë që ka zhvillime para drejt përafrimit, por pozita kryesore